Jemi rikthyer përsëri në studion tonë të bukur, të cilën e kanë zbukuruar edhe më shumë lulet nga Lulishtja Lirimi. Do të vazhdojmë rrjedhën e bisedës me tre të ftuar të tjerë, cilët jetojnë në vendet ndryshme të botës dhe një i cili vetë ka filluar ato përgatitjet e para që të bëhet edhe shtetasi i Kosovës. Zjadin Dedinca, poet dhe shkrimtar nga Kanadaja, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Elmi Kurpuzi, këngëtar, kantautor, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se gjej, shpresojmë se të kalojmë. Ejup Gashi, valltar dhe së shpejti shtetasi i Kosovës. Faleminderit për ftesën. Një shembull i rinisë së Kosovës që të kthehen. Do bisedojmë pas pak për këtë udhkryqin e vështirë të jetës që e more, për të lësh Evropën e të kthehesh në Kosovë. Zotri Zjadin, cila është gjëja e parë që bëni kur vini në Kosovë? A është kafja, a është flia, natyrisht përpos familjes që i takon e i përqafon? Familja kanë qenë gjithmonë, edhe dhe të jetë. Tash të kohët e funit, po më vjen pjera raporti drejt me shku i marr libra, si kam filluar me botu libra, diçka e re, po kafja gjithsesi. Kafja gjithsesi. Tako me familjar, me shoqëri që na mungojnë. Po vendi që nuk mungon asnjëherë në listën e vendeve të cilat i vizitoni? Për mua, natyrisht përveç vendlindjes që shkojmë gjithherë, nuk e di tash sa përshtatet me emisionin, por unë jam ish luftëtar, shkoj zakonisht të vizitoj shumë këtë udhëheqje. Natyrisht. Është një herë nëse është pyetja e tillë, po e them përgjigjen e saktë gjithherë vizitoj. Shumë mirë bën sepse fal këtyre ushtarëve ne gëzojmë lirin dhe sidomos dëshmorëve, natyrisht. Natyrisht. Ejup, si vendose që të lësh Evropën e të kthehesh në Kosovë? Ti ke lind në... Jam lind në Prishtinë. Në Prishtinë? Po, ama ton jetën atë jam, do të më thonë, Gjermani jam rrit. Më thonë, kom bërë shkollë, zanatë, gjithat, edhe si e lash jetën atje. A mësë është në i vajzë në pyetje Jupe, nuk po në tregon. Jo, me thonë drejt, alas s'kom gjetë, as du me gjetë, për shkak të ratoj vetën mas pari edhe prandaj këqymin mas asoj punës. Se shumica edhe gjyshja më ka veta i ke gjeti kanë edhe aja s'po do më këthuj atje në Gjermani. Po gjyshja e din që vajzat ma të bukra janë të Kosovare, janë shqiptarët tona. Qashto, kuptohet. Jo, ama kom desh me pas në ndryshim tjetës për shkak që 2 vite kom pas më këthuj Kosovë e provu jetën këto. Arri për gjithmonë, nuk e di, nuk muj me thonë ende hala, kështu që më ftoni edhe njëherë mas 1 vite edhe ju tregoj të. Na për shtypjet. Jo, po dhe me thonë, kam qenë me një program këto në Kosovë, në Shqipni, ku, a muj me thonë programin? Po. Po. Me thonë, në kam me një program këto në Kosovë, në Shqipni, programi u qujt original, u mbajt ka Gërbini. Ka rekruetu kështu të rinj? Po. Që ka prirje në komunikim, në informatik? U kon një shqititje një javë në konë Shqipni, një javë në Kosovë. Kam njoftuar disa persona, do më thonë shumë njerëzi nga diaspora, rinjt diasporës që i kanë pru prej anë kanë botës, Amerika, Kanada, Gjermania, Zvicra, gjithan. Edhe kena pas një qytetje jasë zakonshme, do me thonë në për qytetet Kosovës, Shqipnis, edhe u konë për që atyre ja ka fillu dhe më thonë mendimi pse mas me provu edhe këtë me jetua. Po tash që i vendos këto, apo ka shokë që po të telefonojnë, që po të pysin, që po kalojnë, që po interesojnë edhe ata më rikëthy? Tash ekipin atje që e kom lanë të kapunë dhe më dhe po interesojnë qa është veni Kosovës, dhe më thonë, a mundet me jetu këto që është jeta sociale e gjithat, edhe unë gjdo ditë, do më thonë, jam kontakt me ta, edhe i lajmërojnë të cilën sen që e bëj, ose të cilën lajmë që e kam, që se me banes, ose leje qëndrim, ose të gjithat, i lajmëroj edhe quditën, do më thonë, kur ja qoj fotot, së në bës tash kam qetë festivali Sunny Hill, kam qenë edhe Katy Perry, ata që ditëm se Katy Perry në Kosovë. Edhe mendoj që edhe ata, do më thonë, edhe shumë Gjerman mendojnë... një shqiptare suksesshme, Dua Lipa. Qashto, tash edhe ata mendojnë që më vizitua edhe këqyrë në vetë që është jeta këto, se që është pushimi këto. Se për moment, unë jenë sin pushim, kam
halov shokët, domethënë shokët e diasporës që po vinë këto. Amo, shtash nuk e di që është tani kur të ikin krejt. Do flasim shtator. Zotri Zjadjen, si është jeta në Mërgim? Vështirë. Pse? Tashmë po janë mundësit që me vizitu ma shpesh Kosovën, apo nështë është eftoft në kuptimin e miqve, dashamirve? Fakt është që njerëzit janë të ftoftë në Kanada ku jetoj. Kam jetuar në Gjermani, në Angli dhe në Kanadë. Mendoj që kur të vi këtu është një atmosferë tjetër, njerëzit janë më të shoqëruar, më të dashur. Edhe gjaku na afron, kjo është fakt, por shqiptaria e ka një të mirë. Në Kanadë keni ndonjë komunitet të shqiptarëve që shiheni, bani evente bashk, takoni, bisedoni, festoni bashk? I kemi dy shoqata. Një është shoqata kulturore, edhe një është shqiptare Kosovës. Do të thonë dy shoqata që organizojnë festat. Edhe në përparë që dalin i kanë një herë apo dy herë në vit, mbledhjes bashku, disa me ushqime tradicionale, i kemi gjitha këto bashkë. Ju personalisht jeni përfshirë në këto shoqata me krimet e juaja, sepse ju jeni edhe poet, edhe shkrimtar, por gjithashtu edhe një humanist, sepse keni ndihmuar shumë. Unë shoqata kulturore më ka organizuar edhe për librin e parë, prezantimin e librit, pasi përrimin e bërë ato, i cili është Rrugët e mia, është një autobiografi. Janë pikërisht edhe këto rrugët e Mërgimit. Mërgjimtarit, mund të them, si mërgjimtarëve. Pra është fjala për këtë libër, Rrugët e mia, janë pikërisht rrugët e Mërgimit. Si ndjehesh kur e ke të shkruar historinë tënde tash? Është një pjesë. Është një pjesë. Një pjesë. Rrugët e mia shpejt do të jetë në botim. Cili është momenti më i vështirë i këtij libri? Nuk e kam pa të vështirë, se i kam qitë disa nga misionet e mia, disa nga jeta ime dhe e shoh që kur ti qesh nga jeta, nga vetja është lirohet njeriu. Por ku e patëm bisedën te shoqata e ka bërë organizimin për mua, është mirë. Pastaj kam ndihmuar shoqatën edhe shkollën e fëmijëve që kemi në Montreal, i kam ndihmuar me kompjutera dhe me libra, i kam dhuruar. Jeni të lidhur, keni ndonjë grup në këto rrjetet sociale, apo si organizoni? Keni takime të përjavshme, mujore? Është shoqata, e cila ka Facebookun e vet dhe ajo na organizon, gjitha i bën, domethënë përmes Facebookut janë grupe, i kemi edhe grupin në WhatsApp në realitet, edhe në WhatsApp e përdorimi grupin. Një mënyrë e lehtë ndoshta për të komunikuar dhe për të qenë më afër njëri tjetrit. Po ashtu ju keni edhe dy botime tjera, Flaka e cila është me poezi dhe Net e ditë, edhe kjo është me poezi. Libri i dytë ishte Net e ditë, ku dul në janar të këtij viti, dhe Flaka para 10 ditëve. Kënd e ke mus, kënd e ke inspirim? Poezia po më inspiron mua, që më ka inspiruar gjithmonë. Fjalët? Unë e rri me juve dhe sa dal jashtë, dy fjalë tua e krijoj një poezi. Kështu që unë kam shkruar që kur isha një 8 vjeçar. E kam pas të vështirë, kam qenë një fëmijë ndrojtur, mund ta thuam. Kam pas marrë dhe kur erdhi dita me botu, tash nuk do të ndalem, do ta vazhdoj. I kam shumë libra të shkruar, kam të gati thuajse vetëm t'japi pak kurmës dhe del çdo javë nga një, t'japi pak. Keni inspirim dhe natyrisht kjo është shpreha më e mirë e një artisti që ta vendos atë në letër. Kur e kemi poezin, e kemi edhe muzikën, e kemi edhe këngën. Zotëri Elmi, ju jeni kantautor. Si keni filluar të mireni me muzikë? Jeni autodidakt apo keni marrë më tepër? Pjesa e Mërgimit është afërsisht e njëjtë me bashk vendosin, bashkëdhëtarin, në fakt. Gjithë brezi ynë atje kemi kontaktu përmes shoqatave, edhe muzika është ajo që më ka fut në ato rrjedhat me kontakteve me shqiptarët tjerë. Ndërsa Zanafilla është prej vendlindjes, vi nga një familje ku arsimi ka qenë muzika, shkrimet gjithmonë prioritet, por edhe si vend ka pas aktivitetet viteve para luftës, siç e quajmë ne, të jashtëzakonshme, pastaj ka pas një rini shumë aktive. Intelektualët e kohës na kanë motivu, ai sistemi arsimor që ka qenë na ka uzu shumë mirë dhe kanë qenë mësime shumë cilësore kundër kushteve. Atëherë jam më angazhu si fëmijë edhe në muzikë dhe nga pak me poezi, jo në përmosat që të bëj botime shumë mëdha ende, po kemi shkruajtur qysh atëherë, kemi marrë pjesë në për
tribuna letrare ndryshe eventet kohës. Pastaj njëjtë kemi vazhdu pasi që përmenda luftën, muzika ka qenë ajo që na ka përcjell neve gjithherë. Kemi këndu jo vetëm për patriotizëm, po natyrisht edhe për jetën, për dashurinë, se ne jemi një brez që na ka imponu lufta dhe jo që e kemi përzgjedh atë. Muzika prandaj ka qenë një pjesë e pandashme e jetës. Unë e kam pas si hobi, nuk kam përzgjedh asnjëherë ta kem profesion. Prandaj atë më vjen pak vështirë mu prezantu si këngëtar, se në fakt e kam më shumë vetëm hobi, ashtu si pjesë të jetës që më përcjell gjithherë edhe në mërgim, po edhe ndërkohë shkruaj. Në këto ngjarjet, eventet që bën në mërgim me artin e ju interpretoni edhe në instrumente folklorike, edhe pak gitar. Po. Ma herët kanë qenë shumë aktiv. Punët i kam kryesisht prej folklorit popullore, po kam edhe pak zbavit, se deri kohë të fund kam punuar një rock ballad, ka dalë mesërisht e mirë. Edhe ma herët kam qenë më aktiv në për eminente edhe në perëndim. Tash për shkak disa shkaqeve ndryshme u dash më ndërprej një kohë dhe kohëve të fundit jam reaktivizu. Kom pas ftesa, ka shoqata që janë jashtëzakonisht aktive atje dhe vlerësojnë punën e secilin kanë ftuar dhe kam pas pak aktivitet edhe me fëmijët e vegjël, u mshu një këngë, pastaj më ftuan dhe u angazhova, prandaj edhe me një farë mënyrë më organizuar drejt emisionit. Kështu është parafërsisht. E ju ti ke qenë vallëtar në Gjermani. Tash si doja bësh me vallën, tu do vazhdosh të vallëzosh në Kosovë? Në fakt, kam këshyr për shoqata ko këto, po nuk ishin atë të më thonë rallë. Ishtë shoqata shota, aja komptare, që asambli shota. I këngëve dhe vallëve shota, është ansambl shtetëror. Po, ama aty nuk mundet me hinë si amateur, kështu që në fakt e la vallëzimin, edhe që e kum dosh shumë. Amo para 5 vite ja pata njës të shoqata pavarësia në Stuttgart edhe në fakt nuk e njosha kur kanë heq aty. Kom shkujt në Instagram hej, kur i keni termime për ushtrimet, kanë thonë që do të caktume hajde edhe erdhe shkova. Dhe unë i pata 2 kopë të majtë, nuk pata ndjenje ritmit, po s'disha që me këtësuj asë një vallë nuk e disha. Ama do më në thonë interesi për kulturën, traditat, muzikën edhe vallëzimet, unë ka jo presion për me mësu këto gjërat edhe tashti në rendin e parë jam konë. Cila është vallja që e vallëzon me shumë dashuri? Vallja Drenicës. Vallja Drenicës? Vallja Drenicës për shkak që rojt edhe unë i kam pak nga fell, ke ka të Drenica, kështu që kur vallëzoja valle, më duket jam me i lidhë me rojt. Kështu. Shumë bukur. Zotëri Zjatjen, mërgimi ka qenë në prezent, dhe më thonë, në botimet e juja, në shkrimet e juja, në poezit poja, për vendlindja, sa ndikon vendlindja për inspirim, ai malli, ato emocionet, për shtëpin, familjen? Une e kam thonë dhe thëmë gjithmonë që një trupin e kemi në mërgim, zemrën dhe shpirtin është në shqiptari. Që me të vërtet gjitha poezit që janë për atë dhejën janë nga malli që i kemi. Por në librat mija nuk janë vetëm të atë dhejët, janë për gjuhën, jam e dua shumë gjuhën, jam kritik i gjuhës, jam kundërshtoj gjitha ata që i flasin një fjallë shqipet 3 gjermonisht, apo 3 anglisht, apo në stilot hina më gjatë. Ka poezi dashurisë, kam shku edhe për këta traumat e luftës, edhe pse s'ka herojnë dëshmorët, edhe pse s'kam qenë ushtarë, kam qenë me shpirtin me një gjithmonë me ta. Kur jemi tek kënga, cila është kënga cila më shumë ti dëgjohet në diasporë, që e keni më në zemër? Thonë drejtën ato që ndëgjojnë shumë diasporë, ndoshta dallojnë pak nga ato që në vërtet i ndëgjoj shumë. Unë personalisht janë gjitha ato këngët hite që na kanë përcjell brezin tonë që mendoj që kanë qenë jashtëzakonisht cilësore, qoftë në folklor, qoftë në popullore, po edhe zbavicë dhe rock. I cilën ta veçoj tash, nëse doni për shembull, ne kemi qenë adhurues të elitës, ndoshta nga ato grupet që po edhe në folklor i kemi këngëtar të jashtëzakonshëm, edhe vllahun e kam këngëtar që pjesën folklorike që kam dëgjuar shumë. Kështu që është një laramani, rreth gjitha nga pak, gjitha na mojnë të lidhuna
me atë pjesën e jetës tonë, me vendin tonë. Prandaj edhe rrim afër, mundohemi që të shprehim ato emocionet tona, pikpamjet, mungesën e për vendin e kështu me radhë. Po të përjashtoj ty nga kjo pyetje se tash ti në Kosovë, çka ju mungon më së tepërme nga vendlindja? Përpos familjes, përpos... Mu personalisht mungon thoja gjithçka jeta, se atje kam shku shumë vonë, tash jam argjimtar i vonë vitin 2004, pas që kam kalu këtu një pjesë tjetër studime, profesionet gjitha. Edhe mungon shoqëria, natyrisht familja në anë parë, po edhe rrethi shoqëror me të cilët jam besoj që kemi një nivel të përbashkët, një përgatitje të përbashkët në gjitha aspektet. Ajo është që mas shumë që mungon, po edhe gjithçka që ka këtë natyrisht. Familja, ushqimet që këto si kemi kërku në botë. Me shkufte nësa s'de që ka hanë gjitha i ke. Në Kanada ku jetoj është shumë ushqime i shpejt, apo unë e thëmë, shko hani peshk në Shqiptari, e shijon, kurse këto sikur me hangën një sëngjerë që përdojmë një fjallë. është një ushqim këtë ndryshme e tje. Shoqëria është më e nxehtë. Ne kanë ardhur ushqimet gjitha. Me zemër. Nuk është edhe me zemër, por janë shumë nga frigoriferi që dalin atje. Nuk ka fresh atje sikur që kemi këtu. Shkon në Shqipëri nga deti në pjatë, ose në sidomos vende edhe këtu në Kosovë. Po për pushime keni qenë në Bregdetin shqiptar? Unë nuk e quaj Kosovë e Shqipëri, për mua shqiptari. Kur them shqiptari, unë nuk më me netën Prishtinë, pa shku në Tiranë, pa shku në Vlorë, Gjirokastër e tjera atje, Prizren. Për mua është një. Edhe misionet e mia që kam filluar nga Vlora. Shkolla e parë që kam dhuruar kompjutere ka qenë Vlorë. Në disa katër qytete të Kosovës dhe jam dalë Bujanavës. U shpallët pavarësia e Shqipërisë? Flamuri. Po, ne jemi të lidhur me këtu, për shembull, them drejtën, unë i shkruaj librat vet, po redaktor lektori kam nga Prishtina. Nga shpirti vret që jeni shumë adëtar, por a përcillet kjo në familjen tuaj edhe në gjeneratat e reja dhe sa është vështirë me mbajt këtë adëtarizmin brenda familjes me kilometra larg? Unë kam një djalë dhe jam i ndarë nga nëna e tina që kur ishte djali 16 vjeçar, gjuhën e ka pulë edhe sot e ketë shumë mirë. Dhe me thonë, 16 vjeçar ka nejtë rregullisht me mu, e ka pas çdo ditë vetëm shqip, edhe ushqimin e ka lip me mua shqip, jo vetëm hajde shkojmë në Mendallë, jo bab, po bëna diçka të shtëpia. Kjo ka qenë. Po djala me flet shumë mirë shqipen dhe them që është një shembull, që bën gjithë fëmijët ashtu prindet, vjen një shokos, një vendas nga Tepelena, e bën një sigurim mjekësor privat për ne, kur disa terma i fol frëngjisht. Edhe djali im apo unë edhe i drejtoi fol shqip. Po shqip me atë dialektin ose aksentin me ton francez, që se jetojmë në Quebec ne. Kam bërë gjithmonë asaj kur takojmë me këta shoqë fol shqip. Dhe që gjithmonë i rrim me ato, shua shqip është. Dikur ndoshta ka qenë më vështirë, edhe për gjuhë dhe për t'i mbajtur fëmijët për shkak të kushteve rrethana tash. Edhe skusej se çdo sukses qoftë në sport, qoftë me sukses individualet, muzikantëve tonë, ndikojnë tek breziri, edhe mendoj që është një ecje shumë përpara. Edhe çështja e integrimeve atje, rinj janë avancuar shumë përpara në gjitha profesionet, por edhe për gjuhë, për atë kontaktin më të lehtë me atë dhe edhe për gjuhë për gjitha është më lehtë përpara. Prandaj edhe besoj që rinjia tash shumë e mirë e din gjuhën edhe. Unë do të thaj edhe një shtret një, që ne atje mundohemi të japim gjuhë shqipe, kurse këtu mundohen të japin gjuhë të tjera. Për fat keq, këto e shoh, unë vizitoj shumë vende. Nuk do doja me ta pranu si nonë edhe si... Nuk do me pranu, por realiteti nuk mundja... E shoh si kam shku në shkolla shumë, duke pas misionit e me dhurat në kompjuter, kam takuar të ka edhe familjarë shoqëri. Dal nga Dardania me Orderi, këto që më ndodhin një të diell në mëngjes, nuk e dëgjoj asnjë shqip. Asnjë duke ecur nuk e dëgjoj shqip. Dalën në qendër mbrëmje, shumica në gjuhë tjera për fat keq. Kemi kanë luftu tonët për këtë gjuhë shqipe, jo vetëm për tokën, me pas tokë si tokë. Cili është mesazhi juaj për gjithë shqiptarët, ku do të jetojnë? Unë nuk e di, unë jam eduku ato që gjuha shqipe, partë unë ka luftu për gjuhë shqipe, ta mbajnë gjuhë shqipe me fanatisëm. Ku jetojnë në Kanadë, Quebec, e kanë edhe ligjin për ta mbajtur gjuhën frenge. Pse qeveritë tona nuk e bëjnë atë ligj ta mbajnë gjuhën shqipe? Jemi në rrezik. Unë shoh
kjo që tash i ndëgjoj duke folë gjuhë tjera edhe ma shumë krenohen duke folë. Le të punojnë për këtë emisione për fëmijë me shumë gjuhën shqipe. Mendoj që mundemi bërë ato gjëra. Pastaj nuk e di. Duhet reklamat i keni anglisht shumë kohë. Shkoj në një restoran dhe shoh anglisht me të madhe, shqip me të vogël. Kjo në Quebec ku jetoj nuk ekziston. Është me shumë me të vogël anglisht që jemi në Kanada, frëngjisht është me të madhe. Pra janë shumë nacionalista në ruajtjen. Duhet ta kemi, vetëm ne me bëj gjuhë shqipe. Ne jemi më rrezik jemi ne se gjitha popujt tjerë. Jemi të rrethuar me gjithë kombet tjera që janë përbashkë, kanë gjëra të përbashkëta. Jemi të vetmit, unik. Dhe duhet luftojnë të punojnë për një ligj për gjuhën shqipe. Kështu mendoj. Uroj që qeveritë tona të punojnë këtë drejtim. Ky do të ishte mesazhi im. Në vëdësimin e të rinjëve për gjuhën tonë të bukur shqipe, mesazhi juaj për fund për gjithë mërgjimtarët cilët po na ndjekin në këtë momente? Pajtohem plotësisht me gjitha që i tha bashkëbiseduesi. Kisha ashtu që pikërisht kjo do të thotë nëse kur është në pyetje tradita, mendoj që kemi traditat tona, megjithëse ngjashmëritë që ndoshta janë me popull tjerë, mendoj që duhet të rrim afër tonave. Ndërsa kur është pyetje të ndërkombëtarizohme apo të shoqërojmë botën, natyrisht që tash është gjithçka e drejtë globalizimit. Le të mësojnë edhe tjerat, po prioritet si identitet ta marrim ato që e kemi autentike tonën. Besoj që brezi i ri ta përforcoj këtë aspekt që mendoj që është shumë i rëndësishëm se kudo punohet që truhet një lloj identiteti i cili do të pasuron edhe botën atë larmaninë ndryshme, edhe të punojnë sa më shumë, të lexojnë, kështu të ndërtojnë të ardhmen e tyre mbi bazat e vlerave personale, ta nxjerrin më të mirë nga vetvetja dhe të ikin një trendi që tash është duke diskredituar të tjerët, apo ky kështë të qenë ndër mesazhet më të rëndësishme besoj që për të rritë. E ju ti tashmë veç i vendosur në Kosovë, kështu që besoj se ke një mesazh të fuqishëm për të rinjt që janë në mërgim në bazë të kësaj eksperiencës që ti ke... Ishte ende hala jam në leq, dhe më qëtë procedurën për leq që ndrem, ama që ajo muj mirë ke mundu me provue, se mas me provu me jetu edhe këtu, da shta për disa persona shumë afshtirë për shkak studimeve ose puneve ose gjithat. Në faktu ne e kum kryu zanatën e atje dhe e kum marrë shansën sa ma shpejt me ardhë këto. Ta shte jam këtë në gjenje, të më thonë, edhe veç më i mjë rekomenduar, kështu prevone, s'keni që hopni. Nëse jeni tri. Jeni tri, natyrisht. Mundën me provu, me shqipu edhe pse ju më pas me marrë një vendim. Besoj që edhe ati në Gjermani. Të shkoftë të mbarë ty. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj shumë për kohën që keni gjetë për më ardhë me bu këtë bisedë për jetën e juj, për sfidat, mërgimin edhe krimtarin e juj. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të dashur, ky ishte edhe edicioni i fundit i E Diela e Mërgatës për këtë sezon. Unë dua të falenderoj në emër të ekipit të emisionit të gjithë mërgatën tonë në diasporë, duke ju uruar shëndet dhe gjitha të mirat në jetë. Përpara se të ndohem nga ju, dua të bëj edhe një falenderim për A-Studio dhe butikun Desire. Do e përmbyllim me duon tonë perfekte që patëm sonte me shpen dhe Forta Aleshin. Mirëmbëjtje dhe miru takofshim në projektet e radhës.